Tentuan të vidhnin një automjet në Dhërmi, ndërhyrja e shpejtë e policisë parandalon vjedhjen. Arrestohen 25 vjeçari dhe një 17 vjeçare, bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale. Sekuestrohen 2 automjete, njëri i autorëve dhe automjeti tjetër që tentuan të vidhnin. Shërbimet e policisë mbas njoftimit të marrë se në Dhërmi ishte vjedhur një automjet tip Land Rover, organizuan punën, ku fal reagimit të shpejtë bën të mundur lokalizimi dhe ndalimin e automjetit. Drejtuesi i automjetit nuk ju bind urdhrit të policisë dhe gjatë manovrave për t'u larguar, ka shkaktuar dëmtime në automjetin e vjedhur. Në përfundim të veprimeve, shtetasi NG, 25 vjeç, banues në Durrës, u arrestua për veprat penale, vjedhje mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim, mosbindje ndaj urdhrit të policisë dhe largim nga vendi i aksidentit, ndërsa 17 vjeçarja u arrestua për veprat penale, vjedhje mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim, drejtim mjeti në mënyrë të parregullt, shkatërim i pronës dhe mosbindje ndaj urdhrit të policisë. Nga hetimet paraprake rezulton se më datë 30/4/2026, në orët e mbrëmjes, 2 shtetasit kishin shkuar në Dhërmi me një automjet tip Benz, fillimisht me qëllim blerje në një automjeti tip Land Rover, në përdorim nga një shtetas banues në Tiranë. Duke përfituar nga mungesa e pronarit, 17 vjeçarja kishte ndezur automjetin dhe ishte larguar pa lejen e tij. Po nga hetimet rezultoi se 17 vjeçarja, e cila kishte marrë automjetin Land Rover, kishte bashkëpunuar me një 25 vjeçar, i cili u kap në lagjen Kushtrimi në Vlorë, ndërsa automjetin me të cilin kishte shkuar në Dhërmi e kishte përplasur në Palas dhe e kishte braktisur. Në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan 2 automjetet, automjeti që u tentua të vidhej dhe automjeti i autorëve. Materialet procedurale u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.